Rezultatet e shpallura tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve flasin për një numër të barabartë komunash të fituara nga Albin Kurti dhe Partia Demokratike e Kosovës. Konkretisht, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar në raundin e parë 3 komuna dhe kryeson në balotazh në 3 të tjerën. Në të njëjtën situatë është dhe PDK-ja që ka marrë Skënderaj, Ferizaj dhe Hanin e Elezi dhe do të jetë në avantazh në raundin e dytë në Kaçanik, Mitrovic të Jugut, Vushtri dhe Prizren. Aleanca për Artmërinë e Kosovës, Era Mush Haradinaj, ka marrë një komunë në raundin e parë dhe prin në 4 komuna të tjera në raundin e dytë, ndërsa LDK ka fituar në raundin e parë 3 komuna dhe kryeson në 3 të tjera në balotazh. Në këtë proces kishin të drejtë vote 2.069.098 votues brenda Kosovës, ndërsa rreth 44.000 votues kanë qenë të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, votuan vetëm 38.87% të qytetarëve. Ndërkohë pas mbylljes së vendvotimeve në Kosovë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka falendëruar qytetarët për mbështetjen që i dhanë kësaj force politike në zgjedhjet lokale. Pas përfundimit të procesit zgjedhor për kryetar komunash në Kosovë, edhe kryetari i Aleancës për Artmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar përmes një mesazhi falendërues dhe motivues për strukturat e partisë dhe votuesit. Kaq zgjedhjet për kryetar komunash në Kosovë janë zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe pa incidente serioze, sipas vlerësimit të policisë së Kosovës.